Në qarkun e Gjirokastrës ka një rritje të interesit të rinjve për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Ky trend është një shenjë se rinia po e shikon me optimizëm mundësinë që ofrohet nga ushtria dhe po e merr seriozisht mundësinë për të ndihmuar në forcimin e strukturave të sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare. Forcat armatosura ofrojnë një së mundësish dhe përfitime të jashtëzakonshme për të gjithë të rinjtë dhe të reat që zgjedhin të bëhen pjesë e këtij institucioni të rëndësishëm. Disa nga këto përfitime janë programet e studimit të ciklit të parë që forcat armatosura ofrojnë. Janë 3 programet, të cilët janë teknologji informacioni në fushën e mbrojtjes, teknologji komunikimi. Gjatë programit të studimit, forcat armatosura ofrojnë akomodim dhe ushqim me 3 vakte për të gjithë fituesit e cikli. Dhandili gjithashtu vë në dukje se kjo tendencë po jep ushtrisë një imazh të ri dhe po e forcon atë. Zakonisht numrat për çdo fazë variojnë 20 deri në 30 aplikantë, ku përfshihen djeme dhe vajza. Ku zhvon edhe një interes i madh i gjinisë femërore për bërë pjesë e kësaj strukture të rëndësishme. Për këtë vit janë zhvilluar 2 faza rekrutimi, ndërkohë faza e tretë do të zhvillohet në muajin maj.